cilat mënyra pashkët sillin thirrjen për shpëtim edhe për shpresë për gjithë njerëzit në botë? Pashkët hupin çdo vlerë nëse njerëzit nuk pranojnë Krishtin Zot. Adhe është vetëm i zakon. Nëse pashkët që si ka kanë festa reqit, po mos si janë mlell shumë njerëz aty, ose tenda qypit, që kanë nga do festa aty që janë mlell. Nuk ka një fest me ripërtri, me ba që po mlell në një aty, po haj me pupime, po rri me njëni tjetrin, po qeshime, po rri me ditë lërë këshpisë, kanë entertainment. Është kanë. Jeta njerëzore është, si thonë, battlefield. Jeta njerëzore është një fush luftet. A fush luftet. Ishtu du të me shikju, fush luftet kundër të keqes, për të mirën. Pra dhe me thënë, është një vend ku na vena në provë. Vena në provë, a do në me i kalu këta prova, apo jo? Zdu mi marrë ata pare. Unë mu kërzu, është provë. Po në kjofë se na shikjoj mjetin, po thëmë anglisht, si thoj playground, a din venut me mu knaqë me kalu, sa është asisët ma, jena kena falimentu, kena deshtu në të dhurat që na ka dha në Zotin. Në këtë kuptim e shikjojën. Pra në kjofë se njërzit nuk dojnë me pranu Krishtin Zot, në kjofë se njërzit e lexojnë Biblin, po nuk dojnë me evu në praktike të jeta atyne, pra e përdiqme, kjofë se Bibla, mësimet e Krishtit dhe të kishë, nuk mund e mi apliku njëtën e përdiqme për a liber historiet. A i sa ma liber i shajt. Qa po më duhet mu se qa i ka nëllë mretit David para 4.000 vjeç, 3.000 vjetë sa i të kanë. Po hama një që i ka nëllë mretit David nëllë mu, për gjilditet nëllë ty, nëllë ati në zanë si në shkollët tana. A vëtët, njaja është, atë e kur e vend për gjildit, njetën tana, një atë i fillën në tërën, atë njaja është e gjallë, është e fuqishme, është ushqyse, edhe është transformuse e njërit. Pra në kondita numër 1 është me pranu Krishtin Zot, kondita numër 2 është me lexu Krishtin, me njoft Krishtin, edhe e treta është e mirat që vjen mas asaj, se keme pa vedin të nërshum, transformum, keme pa një vedi, një njëri që ashtë o batë mujtë në mërtnin e Zotit këtë në tokë. Po me, ne flasim për lindjen. Si më da kuptojmë këtë koncept, jo vetëm nga ana shpirtërore, por dhe nga ana praktike, bëhet fjala tek njerëzit. Ringjallja Krishtit, dhe thënë... Në kuptimin shpirtëror, por dhe praktik. Po. Kuptimin praktik të thashë edhe i herë, që shkojmë për të duhani. Një njëri që ashtë adiktet të duhani. Jo, mundësil disa shembuj konkret edhe tek komuniteti jonë, tek familja juaj, për të qenë shembull, ndoshta jo me emra, por si fenomene që i praktike. Me vdekte e keqja për murin gjallë të e mira. Këtë jam të i thanë praktiken. Pra edhe herën, ba me shku të alkoolit, të drogat, të duhanit, të këta. Ti duhet me dek të dëshirat të gzimi që të ne paja gzimi rrejshëm që të ne pëduhani. A gëftën, ti duhet me vdek të aja. Pra të dëshira për me pi duhanin. Po për me vdek nuk ka lezet, nuk ka shef, nuk ka komoditet. Vdekja është eksperiencë rëndë. Pra, ju mundi me imaginu sa vu një njëri që kur ka hangër një ushqim të mirë mas me pi duhan. Unë kam i shok temin që ka 9 vjetë që s'ka shku në Shqipni, se s'mundet me nejtë në aeroplan pa duhan. Që si e ka vu të vedi në burg. S'mundet me nejtë në botë, gjallë. Mi po aja ashtu i refuzu për me nërshu. Aty i refuzu. Pra ashtu i refuzu me dekë. E në kjo fësa i prëndën me dek, ashtë i kjo arredim të fësa i lehe që batë më i shnetëshëm, po lirohet për i prangave, edhe fillën nuk ka jetën e lirët letë. Ashtë një diqat që nuk ma kanë besu kur këta shokët e mi Amerikanë, kur ishim seminar që i kam thënë edhe sot, kur njët teme nuk kam pa drogë me sy. Ja, së absolute. S'ma besoshin. Absolut. Se me i thosha me e provu kur s'kam pa me sy, thoshin,
më thoshin më mësoj, hajde vi do në transferu, s'ta besojmë. I thosha vetëm film e kam pa që e vene e thithin. I thash mi, por ty mas e dit, unë kur nuk e kam asjerë nuk më ka marrë malli, se s'di që ashtë. A një keqë që se di, e kja është aja një vlerë që kena marrë që ma një mu. Sepse mkati gjithmonë fillën me kuriozitetin. Mkati fillën me kuriozitet, kur kush nuk ka qef mkatin. Kur njëri në botë nuk ka qef me pi duhanin, me ka një i adiktet për i duhanit. Po e banë provë, nuk di, a keni pi një duhan një tuja? Jo, si herë. Unë e kam pa ba, ku jam nga 27 vjeç, në pleçni. Ishte ashtë të rëthanët, fillove me pi, ti nuk e ke ide në ty u kollë. Ti mu marrë mend, kur e kam pi. E përpin sistonjiri të e keqja. Para disa viteve isha në Shqipëri edhe po pija kafe me një mik të mirë, edhe i thot, sili dhe ganit një nga ato, thot. Unë përsta kafe. Kur vjen aty ishte një që bëhe si hink, një letër, ishte ati edhe, kur e shonë e mori ajo, i hodhe në vend, shu dhe, që është kjo? Më tha, do më një emër, mëse dhja unë, ishte ideja drogë. I themu, no. Në më tha, ty i kaluaj aty në prat me e marrë, aja dhe ti. I themu, no, në asë mënyrë. Edhe unë tha, se shbete shaka. Me thiri atë e tha, okej, tha, mene nuk e doktor, tha, po më tha, ma, s'ke pire e drogë? Jo, të shumë. Do të vdesësh budalla, më tha. Kështu më ka thënë. Wow. Do të vdesësh budalla. Okej, tha shumë, falem dhe herë, kështu do vdesë. Edhe ka shumë njerëz që i ve poshtë droga, e bëhet pjesë e tyre, edhe ndaj edhe roli i fesë është shumë i fuqishëm, shumë i dobishëm për këtë rast. Ju e bat pyetjen kuptimin praktik, i kja është praktik, me pranu me dekte e keqa që ke. Po. Duhet vetë me pranu. Ne dy do vdesim budallaj. O pra, të shka gjanë. A di që i thëmë trive, a di që ju thatë që thotë Aristoteli, ti bahash atë që e kupton, i kam thënë, kur ma se meditoni të keqen, po? Don't meditate evil, se bahash evil. Po bi shamull këtë për shamull, si mund e ti njëri më mja vjallë babë sparet, a din ideal. Më se menate, se bami hi thellë ti... Bëhet vest, të shtynë. Bahash ti. Bëhet shkak. Bëhet shkak. Pra ne thëmë të gjithmonë mkati vjen prej kurioziteti bëhet zakon i bëhet e nevoj, që është addiction. Prej kuriozitetit pim duhanin, atë në bëhet zakon me pasi duhan goj, kur presim autobusin e diku në duket shok, i vajmë këtë gjën, atë janë bëhet necessity, bëhet dëmos dëshmëri, mos me mujtë me ra me fjetë, mos me mujtë me shku në Shqipni, se s'mon e shpenajt. Këtë në vesë. Kur bëhet ves, që thoni ju, i e baj burgosën, se kur gja, të ka kap njaj më katet ka lidhë. Si mu shgdhjith për e këtyne, me pranu me dek. Qa me dek, në më thanë, zdu me pi ma duhan. Por me dek, mos me thanë, zdu me pi ma duhan, ka me kanë vujtje, ka me kanë sak vujtje. Për pësa, nuk ka vujtje një njëri, që i ka tendencën mu shnosh, adin me vu pesh, e me thanë, zdu me hangër buk, atë sa kam qef. Pra ne i shkojnë njëzit ka e në obesitet. Vedem se nuk pranojnë për me dek të knatësia të hangunit. Had një atë sa ke nevojë, sa ke dëshirë. Njëzit që shnoshin janë se hajnë atë sa ka në dëshirë, e jo sa ka nevojë trupi. Mi po kur e kuptën një këtë gjatë, e du të me vu njetë. E për me vu njetë, do në vullnet. E me pas njëtë vullnet, du të me punu. E me punu s'do, në. Atër vullneti bjenë, atër në përfunojmë. Pra, i kum kryqin. Nuk shkojmë me dekë. Sepse po diqme kena me përjetu për atë rinjallin. Ate kja është në kuptimin praktik, si thatë ju. Po në kuptimin shpirtnor, që shpirti e trupi met në fundit i to, po aja shpirtnor që met për herë, du të me dek të e keqja, të inadi, të smira, të gjelozia, të dëshira me vra, me rrajt, e me rra dhe me rra.